në për komisione, si që është përcaktuar më herët më gëzime? Po, sa i përket komisionit për asistencë për ndim paraplegjik dhe tetraplegjik, edhe unë ju kumë nështru komisionit. Dhe na thuaj pak të lutem, momentet kur keni shku ti në nështrojeni këti vlerësime, qëfar ka nënkuptuar kjo për ju? Shqa, komisioni shpeshere ka ditë mos me qenë shumë kompetent në aspektin profesional. Nuk mund të verifikohet apo të nështrohet një kontrolit dikosh për një 30 sekunda. Ka qenë dikon maksimum i krejt procedurës ka zgjat një minut. Edhe veç se janë maltretu njerëzit me shku... Sot është bërë formalisht? është bërë veç formalisht edhe me disa dokumente ad hoc sa kanë mujt me kry. Ka pas shumë rastet të cilat veç se ju ka shkele drejta, duke se une veç se i një ato njerëz, shajnë komunë e Ferizojt, se 80% e qytetarëve me aftësit kufizume i një dhe personalisht i një dhe di me qëfar gjendje dhe me qëfar kushte. U janë shkel këtë të drejtë? Ju kanë shkel këtë drejtë, se nuk jam vlerësu mirë, jam vlerësu në grupin e dytë dhe momentin kur këtë diskutu me ta, kanë thonë, pajtë se kanë të drejtën e ankesës, ankesat dijen se që shkojnë Kosovë, si këtu të na, nikon 5 vite zgjat një formë ankesës edhe në fund të kthejet rezultatin pikën 0 ku ka qenë. Mirë, gjatë ati procesit verifikimit, qëfar forme është përdorur për ta rivlerësuar aftësin e juaj? Më intereson, janë bërë pyetje, janë bërë kontrole fizike, qëfar lloj teste shkalohen për të dhënë ata një verdikt qoftë edhe për 1 minutë? Po veç se përmena dhe kohën, nëse llogarismi kohën edhe dim se çka ka mujt me ndodhë atë. Për shembull, kush jete, qësoj jenë këtë gjendje, raportet mjekësore që shto veç i kanë shiku kështu për korreshtje edhe kanë kalu. Mirë, ju duket juve kjo, ka qenë për ju ofenduse, fyse? Po ka qenë, në vazhdimisht edhe në kuadrë të hendikosit në nivelin qendror kemi bo ankesa dhe kemi bo dhe deklarata postime dhe në rrjetet sociale për mos dignitetin që janë trajtu këta persona. Për arsye se është e patolerueshme për shembull as në automjet nuk janë dalë. Ka pas raste për shembull që janë komën një gjendje shumë vështirë fizike edhe shëndetësore dhe janë detyru me prit deri te i fundit. Janë detyru pacientët të presin në vetur? Në vetur, deri se janë kry këtë mrena. Nuk kanë dalë komisioni për t'i parë deri te vetura? Deri te vetura. Atër pse kanë shku deri aty? Sepse, po ta mendosh, ata deri sa janë futur në vetur, kanë galu shumë sfida. Tani kanë shku aty dhe janë këthy pa u pa fare. Jo, janë po do më thonë komisioni ka prit deri kur janë kry këto tjerë që kanë pas me hinëzyre, për ndryshe edhe në fond kur janë kry të gjitha vizitat mrena për mrena institucionit, atëherë kanë dollë edhe të veturat. Tani, linë pyetja kush janë ata njerëz, pse nuk ka pas një protestë ndaj tyre, pse nuk është ngritur zëri më shumë për këto lloj malltretimesh që u bëhen këtyre personave. Kemi pas, më falë. Kemi parë në media, kemi pas edhe në komisionin parlamentar për të drejtat e njerëzit në kuadër të Kuvendit Kosovës. Ka pas edhe protesta para ministrisë të njerëzve të cilët vetë ju kanë shkel të drejtat mirë, po nuk është se është marrë diçka, dhe më thonë, në thjesht këtë procedura shkën kitë drejtën e ankesës edhe shka në kohë, edhe momentin që janë kohë është të në kalojnë disa procedura, deri sa të kthejet lënda në rishërtim. Ka raste edhe të cilët veç të kanë fitu edhe të drejtën, mirë po me një mas një periudhe dikun 5 vjeqore për 7 vjeqore. Atër, Zoti Gashi, a mund të ndodhë që situatat të tilla të përsëritën tani edhe tek ju, kur të filloni të bëni aplikimin, kur të filloni të bëni këto provat, le të themi, se kujt cila pajisje i duhet, a është tamam apo nuk është tamam, a do të ketë situatë të tillë kur përballeni me fluks njerëzish që vijnë për të marrë këtë pajisje e do detyrohen të presin kështu. Ti nënshtrohen edhe një maltretimi të radhës. Sa jeni të përgatitur për këtë fluks kërkesash? Po, do të thotë pikërisht për këtë arsye edhe ka qenë edhe kjo koha apo prej furnizimit edhe takimet të cilat i potencova ma herët edhe i falenderova organizatën e hendikos. Për arsye se është desh me para pa gjdo qeshtje të cila
mundet me ndodhë. Do të thotë edhe të pjerinat, edhe të furnizimi, edhe të vendosja, do të thotë edhe e depos, edhe të aplikimi dhe formën e aplikimit. Do të thotë është një sfidë të cilën është desh më ballafaqu shumë komisione. Përthirje, njoftime, informacion të mjaftueshëm se cilët janë ata që të parë do të vinë tek ju, keni kategorizuar njerëzit? Do të thotë thirrjet ende nuk kanë filluar për arsye se është mundu edhe është testuar shumë herë se si duhet të veprohet. Pikërisht edhe për shtat do të thotë jemi mundu të shkojmë në hapa të sigurt. Tash në fillim edhe mundet edhe të keq kuptohet, për arsye se shembull personat paraplegjik dhe tetraplegjik, a është ky shërbim shëndetësor apo shërbim social? Zotëria është e thirrur, është ekspert i kësaj çështjes, mundet edhe mi shpjegu. Mirë, po Ministria e Shëndetësisë në këtë rast do të thotë për me bë hapin e parë dhe të e pas parasysh edhe nevojën cila është imediate për këtë kategori të persona, do të thotë e ka pranu, ka qenë do të thotë edhe udhëzimin administrativ, e ka thirrur personat kompetent, do të thotë gjatë punës të këtij udhëzimi administrativ përcakton me saktësi se kush duhet ta bëj blerjen, udhëzimi përcakton që vetëm SSHQ-ja e bën blerjen dhe jo dikush tjetër. Jo, e parashë udhëzimi administrativ do të thotë e parashë thotë SSHQ-ja mund të kontraktoj. Mund të kontraktoj, do të thotë një organizatë profesionale. Mund të kontraktoj. Mirë, po do të thotë në bazë të... Pra t'ja delegoj në fakt. Të delegoj. Dhe nuk e keni parë të arsyeshme këtë? Po, është komisioni i cili është i emëruar prej ministrit. Është madhe, kështu që kur tenderohen këto lloj shumash. Edhe për ata do të thotë është bërë me udhëzim administrativ dhe është para pa çdo gjë se si duhet të jetë dhe si duhet të procedohet. Pra punë po tham, janë pajisje të ndihshme të cilat nuk mundesh edhe shumë lehtë mi orientu dikun tjetër. Na kemi ka pas edhe shumë dilema. Pra po tham se a është shërbim social apo shërbim shëndetësor. Mirë, po të pas parasysh edhe Ministria do të thotë për me dalë sa më shpejt në ndihmë, edhe bashkëpunimit që kemi pas të vazhdueshëm me ndikosin, do të thotë edhe gjatë përpilimit të udhëzimit administrativ kanë qenë ekspert të fushës, do të thotë për përpilimin e këtij dokumenti, cilat me detaje do të thotë e përcakton edhe formën, edhe mënyrën, edhe aplikimit të gjitha tjera. Atëherë udhëzimi po e parashika që mund të